Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Kamarieri më shau se nuk i lash bakshish. Ishe një ditë normale nga ato ditët që nuk pret asgjë të veçantë. Kisha dalë për të pirë një kafe në qendër të Tiranës për të ngrënë diçka të shpejtë, sepse isha gjithë mëngjesin vërdall për punë. U futa në një lokal jo shumë larg shtëpisë, as i shtrenjtë, po as në një gjë speciale. Thjesht lokal lagje, plot njerëz që hynë e dalin. Ula jashtë, kamarieri erdhi, djalë i ri pak nervoz që në fillim. As mirdita si që duhet, vetëm çado. Por nuk e mora për keq. I thash një kafe dhe një sanduiç. I solli shpejt, por pa ndonjë kujdes të madh. Kafeja ishte mesatare, sanduiçi ishte okay, asgjë për t'u ankuar, asgjë për t'u lavdëruar. Ndërkohë po shija telefonin, po mendoja për disa probleme që kisha, punë, pagesa, gjëra të përditshme. Nuk isha me humor të mirë, por nuk isha as shumë i mërzitur me botën. Thjesht i lodhur. Kur erdhi fatura, ishte një shumë e rumbullakët. Pagova fiksa sa ishte. Jo se jam kundër bakshishit, por atë ditë nuk isha ndonjë dëshirë dhe nuk isha as arsye. Shërbimi ishte korrekt, por jo diçka që të bënte të thoje, po, ky e meriton patjetër. U ngrita të ikja dhe aty ndodhi. Sa po bëra 2 hapa, dëgjova pas shpine një zë të ulët, por mjaftueshëm të qartë. Shiko çfarë rrat smuti vjen këtu, ham pinë dhe nuk lën asnjë lek. U ktheva, ai po më shihte drejtë në sy. Nuk po fliste më me nën kuptime. I thash, ke ndonjë problem? Ai u ndez menjëherë, po kam problem. Vini këtu na trajtoni si robër dhe nuk lini as bakshish. Pastaj filloi sharja. Jo një fjalë, por disa, nga ato që të ngecin në vesh. Nuk dua t'i zbukuroj gjërat. Më shau rënd. Para njerëzve, disa bën sikur nuk dëgjuan, disa të tjerë kthyen kokën. Në atë moment ndjeva 2 gjëra. Turp dhe inat. Jo se kisha bërë diçka të keqe, por sepse po më nxirte si një njeri pa dinjitet për disa lek. I thash më qet nga sa mendoja se unë mundesha. Bakshishi nuk është detyrim. Me këtë sjellje nuk do të lija edhe po të doja. Ai vazhdoi të fliste, por unë nuk dëgjova më. Mora xhaketën dhe ika. Zemra më rihte fort, jo nga frika, por nga padrejtësia e situatës. Gjithë rrugës për në shtëpi po mendoja. Si ka mundësi që një gjë kaq e vogël të kthehet në një përplasje kaq të shëmtuar? E kuptoj që njerëzit janë të lodhur, të keq paguar dhe nervoz, por edhe unë jam klient dhe kam ditët e mia të vështira. Askush nuk e detyron askujt respektin me bakshish. Respekti duhet të jetë njerëzor. Që nga ajo ditë aty nuk kam shkelur më. Jo nga frika, por sepse nuk dua të ndjem keq për diçka që nuk kam pse të ndjem. Sa herë dëgjoj dikë që thotë, po nuk le bakshish je i keq, më vjen mendja ideal dhe ajo ditë. Dhe mendoj sa e lehtë është të kalosh kufirin kur nervi bëhet zakon.